Qish muj me besu një zët, kurse unë pa veç. Du të ashat që me besu... Po kjo është puna, se na flasim, nuk i flasim se besimi kërkohet për gjërat që nuk mund t'i percepton logjika e njeriu. Andaj nuk thot për shembull beso kimis, besoj medicinës, sa ka thonë dikush kështu. Pse se ato vërtetohen me eksperimente shkencore. Andaj aty nuk kërkohet besim, aty kërkohet studim, ulumtim. Mësoje, thuhet. Mësoje medicinën, thot. Mësoje kimin, nuk thot kush besoje. Ama te Zoti thot besoje, pse se shqisat e njeriut nuk kanë mundësi me kuptu, me perceptu. Edhe kjo është shumë e thjesht për ta kuptu. Për shembull, që këtu ku jemi na tash në dhomë, ka rreze ultraviolete, ka rreza domethënë të kuqe, ka rreze. Ato nuk i shohim na. Pse nuk i shohim ato na? Se na mi po gjithë ato, syni jon që ka prodhu Allahu Dhu Xhelal, e ka prodhu mi po për shembull vijat e caktuara të dritës. Dhe nuk e ka mundësu mi po gjitha. Pse se ato i pengojnë. Para më të na mi po këtë rrezet tash e dritave që janë këto, na zina ka me shku, për shembull, na duken këtë dyrë ki muri. Mese me shku ka dera me dal, i bina me krije murit. Kjo, syt, veshi, njët, për shembull, këtu në këtë dhomë, ka, më thonë, nivellet ndryshme të zonave, që ndonë me decibele. Veshi njeriut, Allahu Dhu Xhelal e ka kurdis me ndëgjuat decibele caktume, për shembull, ta zonë, se unë nuk di saksisht sa është me medicinë, me shkencë, po prej 10 deri në 20. Shka janë valt e zërit 90 decibel si ndëgjon, edhe shka janë mbi 10 decibel nuk ndëgjon. Kjo pse se ti me flet rahat, se ti me ndëgju këtë zonat, për t'i dalin mend. A i kur është veseli, për shembull, shka thot, vallai bëho së në flerat, pse një do zona. A dhe kur niti ma shumë që duhesh me niti, së mbo është rahat. Edhe Allah edhe mendja, si mendje, është njëtë, këtë shisat janë të kufizume. Edhe mendja është të kufizume. E s'mundet me perceptu Allahu Dhu Xhelal madhnin e tij. Se nëse mendja jote është e aftë me po Allahun, atëra Allah është sa ti. Është sa ti, se ti kur ki mundsi me po dikan, atëra është sa ti. Andaj Allahu nuk mundesh me po se është shumë më e madhe se ti, dhe është tjetër për asaj që je ti. Se ti je krijesë, ke fillim dhe mbarim, Allahu është krijues, nuk ka fillim as mbarim. Andaj s'mundesh me po këtu. Por e shef një jetën tjetër ku ka ligje tjera, që ka caktuar Allahu Dhu Xhelal, edhe atë kur ja mëson Allahu subhanahu. Pra që kanë themi besim, nuk themi mësim. Për shkencën mëson, studion, ulumton, bën eksperimente dhe i kupton. Për besimin, domthonë, bile edhe në shkencë, janë disa teori shkencore të cilat i quhen domthonë teorema shkencore. Ato nuk mund të argumentohen me shkencë. Thjesht, këtë shkencëtarët kanë pru vendim që kështu është kjo punë. Po si, pse, nuk e dim, ama që kështu është. Këtë eksperimentin në ka dhe që kështu është, për shembull ai numrin matematik 1.331, sa është? Ai është sa? 1.314. Numri pi 3.14. 3.14, e për shembull, kur kush nuk vjen me ta sharu këtë numër. Pse kështu është kjo? Ama këtë matematicianët, më të mëdhtë e botës thonë kjo është, domethënë, çështja dhe kjo është çelësi shumë zbërthimeve matematikore. Ama pse është kjo kështu? Se di. Në edhe në shkencë ka gjëra që dush mi besu. E jo më domethënë në fe, pra shkak të thotë ai që ateisti që thoshtu, ai është mendje madh, është tenton veç me mohu Zotin. Pra Islami është shumë i lehtë, thotë, o njeri, si dush beso? Si dush mos beso, hajtë pas në aloha shumë martën.